Austin mori një fitore të rëndësishme ndaj El Pasos. Skuadra Uzunit triumfoi me përmbysje 3-2, ndërsa ndeshja ishte e vlefshme për fazën e 1/16 të US Open Cup. Uzuni parazoi ndeshjen ku El Paso përkuzonte fillimisht avantazhin 0-2. Sulmuesi kombëtares shqiptare e pati golin e dytë në Amerikë. Fitoria, kjo është gjëja më e rëndësishme për mua. Është kaq e thjeshtë, shkruan Uzuni në rrjetet sociale pas ndeshjes. Kujtojnë se Uzuni u ofrua në janar tek Austin, klubi amerikan pagoi 13 milion euro te Granada. Myrto Uzuni është rikthyer te goli duke gjetur rrugën e rrjetës në Amerikë. Në sfidën që Austin zhvilloi me El Pason e vlefshme për fazën e 1/16 në kupë, sulmuesi i kombëtares realizoi gol në minutën e 76 fal asistit të Vasquez. Pasi merr një top fantastik, sulmuesi shqiptar gjuan me të djathtën nga jashtë zone duke tronditur portierin e ekipit kundërshtar. Ky është goli i tretë për Uzunin me fanellën e Austin, i cili nuk shënonte prej 30 marsit. Brendon Vasquez realizoi edhe 2 golat e tjerë që e kaluan Austin në fazën tjetër.